Një 73 vjeçar u vu në prangat e policisë në Malësi të Madhe pasi goditi me mjet prerës vëllain e tij gjatë një konflikti për motive të dobta. Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Malësisë së Madhe, pas marrjes së njoftimit se në spitalin e Shkodrës ishte dërguar për të marrë mjekim, shtetasi HK kanë organizuar menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit. Nga veprimet hetimore dyshohet se 62 vjeçari ishte dëmtuar në kokë pasi ishte goditur me mjet prerës këmes nga vëllai i tij, shtetasi me inicialet CK, gjatë një konflikti për motive të dobta. Në vijim të këtyre veprimeve u kapë dhe u arrestua 73 vjeçari, banues në Grëmir Qezme, ndërsa mjeti prerës u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Nga ana tjetër, i plagosur ndodhet në kujdesin e blusave të bardha në spitalin e Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, policia e shtetit ka finalizuar operacionin e koduar Operacionalia 45. Si rezultati i koordinimit punës dhe shkëmbimit të informacioneve me partnerët spanjoll nëpërmjet Interpol, shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale në kuadër të operacionit në fjalë lokalizuan, kapën dhe vunë pranga me qëllim ekstradimin në Spanjë 28 vjeçarin me inicialet EK lindur në Shkodër. Ai kërkoi ndërkombëtarisht sepse gjykata e Barcelonës në vitin 2025 i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg për kultivim të bimëve narkotike dhe vjedhje të energjisë elektrike. Interpol Tirana po bashkëpunon me atë të Madridit për të finalizuar ekstradimin e tij. Ndërkohë, po në 24 orët e fundit, policia kufitare në Muriçan ndaloi një 47 vjeçar i shpallur në kërkim pasi ka thyer masën e arrestit në shtëpi dhe ka kaluar kufirin në mënyrë të paligjshëm. Gjithashtu, shërbimet e policisë kufitare nisën procedim në gjendje të lirë për një 47 vjeçar nga Laçi dhe një 29 vjeçar nga Saranda për veprën penale kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror. Në Malësi të Madhe u procedua një 45 vjeçar me inicialet XK pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në banesën e një të moshuari në fshatin Selc. Ndërkohë, një 34 vjeçar me inicialet FL ka kallëzuar se kanë tentuar të vjedhin në banesën e tij në fshatin Kurezi, gjatë kohës që nuk ka qenë njeri në banesë. Materialet për të gjitha këto raste i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.